Rasti I parë I murtajës së dhëmbëve dhe dhive është konfirmuar në fshatin malor Shkoz të Bashkisë Maliq. Shërbimi veterinar ka identifikuar një tuftë të infektuar dhe ka nisur asgjësimin e 190 krerëve, ndërsa 20 të tjera kanë ngordhur. Për shkak të terrenit të vështirë, groposja po kryhet në një zonë të kontrolluar, ndërsa dyshohet se infektimi ka ardhur nga krerë të blerë së fundmi në një zonë tjetër. Do eliminojnë gati 190 krerë të imta deri në vit. Gjatë 2 ditëve kemi edhe 20 ngordhje, të cilat do groposen dje. Edhe në 190 do ngret 210-211 krerë. Dëm ose smugën në këtë ferm. 3 gjëra të them, mos e blini kafshët në origjinë që nuk I dini, mos I lëvizni kafshët në ferma juaj në një fermë tjetër, mos nxirrni kafshën treg dhe mos merrni kafshën treg. Lejohet vetëm kafshët që kalojnë në sektore, detyrimisht duke u kontrolluar në veterinar. Kryetari I Bashkisë Maliq Gëzim Topçiu deklaroi se është ngritur një task force për menaxhimin e situatës dhe janë bërë kontakte me Ministrinë e Bujqësisë për të ndihmuar fermerët. Kjo është një zonë që mban delen, mban dhimbje, edhe vetë komuniteti këtyre zonave mbahet me këto bakti, ndaj edhe të shpresojmë që dëmet jenë sa më të pakta, edhe patjetër ne si pushtet lokal besoj qeveria do të ketë mbështetje maksimale për të gjitha rastet. Shërbimi veterinar ka zgjeruar kontrollin deri në 10 kilometra, ku po kryhen verifikime ndërsa bëhet thirrje për ndalimin e lëvizjes së bagëtive për të frenuar përhapjen e virusit.